Shëndetit e gjithëve dhe mirë se erdhët në episodin ton special të podcastit ton të realizuar në kuadër të javës së praktikave profesionale të shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka në Lezhë. Unë jam Kletja Kuçaj, nxënëse dhe praktikante pranë Acrolis TV, të cilit dua t'i falenderoj që na kanë ofruar hapësirën, studien dhe mbështetjen profesionale të shokëve të mi praktikant për realizimin e këtij podcasti. Sot do të flasim për rëndësinë e praktikave profesionale, bashkëpunimet me bizneset dhe përvojat e nxënësve që janë pjesë e programit dual. Do kemi intervista të drejta, por edhe materiale të përgatitura që tregojnë histori reale të bashkëpunimit mes shkollës dhe bizneseve. Sot në pjesën tonë të parë kam kënaqësinë të kem të ftuar drejtorin e shkollës profesionale Kolin Gjoka, zoti Bart Dexhonaj. Faleminderit që jeni me ne, drejtor. Faleminderit edhe ju për ftesën dhe mundësinë, por edhe zotin Ded e falenderoj shumë, qoftë për Netsis.com, por edhe për Acrolis TV Lezhë, për mundësinë dhe për bashkëpunimin me shkollën Kolin Gjoka. Si funksionon bashkëpunimi i shkollës me bizneset lokale? Shkolla e mesme profesionale Kolin Gjoka, prej shumë vitesh, ju ka shtrirë dorën bizneseve të rajonit për një bashkëpunim dhe bizneset kanë qenë në tërsinë e tyre ekselente në këtë bashkëpunim. Ne fillojmë me takime, ballë për ballë, me biseda, pastaj kalojmë në memorandumet e mirëkuptimit që firmosen nga shkolla dhe nga biznesi, me pas në varësitë e aktiviteteve dhe të bashkëpunimit, kur bëhet fjalë për të dërguar nxënës në praktika profesionale, ne nënshkruajmë edhe kontratat, ku kontrata firmoset nga nxënësi, nga prindi i nxënësit, nga biznesi dhe nga drejtuesi i shkollës, dhe gjithçka funksionon me smiri. Biles Lezhë, mund ta them pa ndroje, se unë kam informacion për të gjitha shkollat dhe bizneset e Shqipërisë në lidhje me marrëdhëniet me arsimin profesional, shkëlqen në bashkëpunim, sepse bizneset e rajonit Lezhës janë ekselente. Pastaj në veprimtaritë e tjera, qoftë në ditët e dyrëve të hapura, qoftë për orë mësimit të veçanta, qoftë trajnime që ata i bëjnë stafit të shkollës, por edhe shkolla. Dhe konkretisht sot po bënim një trajnim me mësuesit e dualit dhe koordinatorit e marrëdhënieve të biznesit me disa nga bizneset e dualit, sepse marrëdhënia shkollë-biznes është e konsoliduar, është ndërvepruese dhe fokusin kryesor ka nxënësit e shkollës Kolin Gjoka, por edhe bizneset e tyre. Çfarë roli kanë praktikat profesionale në formimin e nxënësve të shkollës sonë? Për shkollën Kolin Gjoka dhe për arsimin profesional në tërësi, lidhja e teorisë me praktikën është shumë e fortë, e pasgjillshme, shumë e rëndësishme, sepse nëse një nxënës ka zgjedhur një drejtim tek ne dhe mbetet vetëm tek teoria, ai për tregun e punës e ka vlerën zero. Ndërkohë, kur lidhet teoria me praktikën, nxënësi shkon dhe bën punë konkrete në biznes, qofshin nxënësit e viteve të tjera të ndërmjetme, por qofshin edhe ata të dualit, atje fitojnë edhe aftësinë për mësuar zanatin, edhe aftësitë e buta, edhe marrëdhënien me klientin, por edhe marrëdhënien e prorvartes, dhe shkolla kësaj i kushton rëndësi të jashtëzakonshme, saqë të gjithë nxënësit e shkollës sonë, kur shkojnë në praktika në biznese, shoqërohen edhe nga mësuesit e shkollës, e ndiqen edhe nga mentorët e bizneseve gjatë ushtrimit praktikës dhe të punës, por edhe nga mësuesit, vlerësimi bëhet prej të dy palëve dhe pastaj këta nxënës dhe nxënëse mund të punësohen dhe shumë prej tyre punësohen pas ditë edhe në fundjavë, por gjatë sezonit veror, kryesisht të gjithë nxënësit e shkollës mesme profesionale Kolin Gjoka që dëshirojnë të punojnë, janë të punësuar dhe me paga të mira dhe shumë të mira. Sa e vlerësojnë punëdhënësit nxënësit që vinë në praktika? Si që theksova dhe më herët, marrëdhënia e shkollës me bizneset është shkëlqyer, vlerësimi i bizneseve për nxënësit e shkollës Kolin Gjoka në tërsinë e tyre është i mrekullueshëm, sigurisht që ka raste të veçanta sporadike ku ndonjë nxënës kryesisht në fillimet e veta edhe nuk është shumë i interesuar, por shkolla dhe biznesi bën maksimumin, bashkëpunim edhe me prindin dhe në përgjithësi edhe këta nxënës me pak të interesuar i kemi përshtatur, ja kanë marrë dorën dhe
ka pas raste që ka nxënës që në teori nuk shkelqejnë ose nuk e kanë me dëshirë, por në biznes shkelqejnë sepse praktika, puna konkrete është shumë e rëndësishme për të mësuar një profesion. Pastaj sigurisht që mund ta them edhe në këtë mënyrë, ju lezetohet se marrin edhe para edhe shkojnë edhe me shumë dëshirë. Cilat përfitime konkrete shihni tek nxënësit pas përfundimit të praktikave? Me përfundimin e praktikës profesionale të nxënësve të shkollës Kolin Gjoka pranë bizneseve, por edhe me përfundimin e shkollës, pastaj diplomimin e tyre, sigurisht që përfitimet janë të shumta. Së parit marrin zanatin, së dyti fillojnë të paguhen edhe gjatë kohës së shkollës, së treti në shumicën e rasteve punësohen pranë atij biznesi ku kanë zhvilluar praktiken. Por edhe nëse shkojnë në biznese tjera apo shkojnë në universitet, përsëri ata shkojnë të armatosur me profesionin, me aftësitë e buta, me aftësitë ndërvepruese dhe me gjithë çka i nevojitet një punë kërkuesi për tregun e punës. Prandaj praktika profesionale atyre vërtet ju jep vlerën që meritojnë, por edhe aftësitë për të siguruar një punë dhe për të mos u larguar nga Shqipëria. A mund të ndani një histori suksesi të një nxënësi gjatë praktikave? Unë nuk do të veçoj një, sepse për fat të mirë në këtë dekadë, por edhe më herët, ne kemi numër të konsiderueshëm nxënësish që kanë patur eksperiencat e shkëlqyera në bizneset ku kanë zhvilluar praktiken, por edhe janë punësuar. Mund të them raste që kemi patur nxënës që janë larguar edhe në Gjermani, në Itali e tjerë pas vitit 2 apo 3, kanë lënë shkollën, kanë shkuar për të punuar dhe pastaj kanë vendosur të rikthehen, kanë vazhduar shkollën aty ku e kanë lënë dhe praktikën dhe punën ku kanë qenë më përpara se të largoheshin dhe janë paguar me aq shumë saqë në Gjermani, edhe pse merrin më shumë, në fund të muajit ju ngelin më pak se do pagunin edhe qera, por edhe jeta e shtrenjtë e tjerë. Kemi edhe raste pastaj të Mrizizanave, këtu tek Netsiskom, tek Infinit, dhe në shumë bizneset shëngjinit të gjithandej, të turizmit, të tikut, të ekonomikut, shërbimit social, teknologjisë ushqimore, ku nxënësit kanë përfituar jashtë mase, qoftë duke marrë zanatin, qoftë duke u punësuar, duke u mirë paguar dhe duke garantuar të ardhmen e tyre. Si e shihni të ardhmen e praktikave profesionale në Kolin Gjoka? Kjo javë, si që theksua më herët, që është edhe java e praktikave profesionale kombëtare, kjo javë është caktuar nga AKPA, që janë institucioni e pror i joni pranë Ministrisë Ekonomisë dhe Inovacionit, dhe çdo vit bëhet në vjesht. Mirë po, kjo është një javë intensive ku zhvillojmë 3-4 aktivitete në ditë, por kjo nuk do të thotë që ditë tjera, javë tjera, muaj tjera dhe vitet tjera ne ndalojmë. Ne praktiken profesionale e shohim si pikën më të fortë dhe fakti që e zhvillojmë në shumicë pranë bizneseve, sepse ne zhvillojmë edhe në shkollë, se kemi laborator, kemi kushte të mira dhe shumë të mira, por kemi kuptuar që lidhja teorisë me praktiken në biznese është më eficiente, më rezultative kundrejt nxënësve, prindërve, biznesit dhe gjithë shoqërisë. Prandaj ne e shohim me një respekt dhe me këmbgulje i japim rëndësi të jashtëzakonshme zhvillimit të praktikës në biznes. Kemi mbi 120 biznese që bashkëpunojnë me shkollën Kolin Gjoka dhe ato rriten. Pastaj fakti që ne kemi hapur dualin, jemi në vitin e 2 dhe sistemi i dyfisht është aktualisht në turizëm dhe në TIK, në turizëm për profilin kuzhinë, ndërsa në TIK për multimedia, dhe që të dyja këto profile po shkelqejnë. Duhet përfitoj nga momenti që theksoj që përveç 5 drejtimeve tradicionale, pra hoteleri, IT, ekonomi, biznes, shërbim social shëndetësor dhe teknologji ushqimore, jemi në vitin e 3 që në shkollën profesionale Kolin Gjoka zhvillojmë edhe një profil tjetër të 6 tashme, që është për ndërmjetësues të pasurive të paluajtshme, që është për të rritur për ata që kanë përfunduar minimumin e shkollët e mesme dhe që duan atë drejtim. Nuk paguajnë asgjë, është shkollë shtetërore, njihen diplomat siç njihen edhe për të mesmen dhe ka patur frekuentim shumë të madh dhe kemi kërkesa edhe për regjistrime të tjera në vitin e ardhshëm.
Cili është mesazhi juaj për nxënësit që ende nuk e kuptojnë vlerën e praktikës profesionale? Unë do ju thoja nxënësve dhe prindërve që në qofte se zgjedh një shkollë profesionale, pra jo gjimnaz të përgjithshëm, nëse pakten 50% e kohës nuk ja kushton praktikës, punës dhe konkretisht në biznes, pra 50% teori, 50% praktik, ke bërë zgjedhjen e gabuar, sepse për të marrë një zanat duhet teoria sigurisht, por edhe praktika. Kur i gërsheton të dyja dhe përkushtohesh maksimalisht, vendos pasionin, dëshiren, studion, angazhohesh në biznes, sigurisht që rezultatet vinë dhe kënaqësia pastaj është e gjithëve nxënësve, prindërve, bizneseve, e shkollës tonë që krenohet me ta nxënës. Prandaj zgjidhni arsimin profesional, zgjidhni shkollën profesionale Kolin Gjoka dhe tek ne keni 50% të kohës në shkollë teori dhe 50% të kohës praktik në biznes dhe punë. Dhe shumë prej jush, siç e shikoni, paguheni dhe do të paguheni akoma më shumë në të ardhmen, në qoftë se angazhoheni maksimalisht. Zoti Barde Gjonaj, faleminderit për vizionin dhe informacionin e vlefshëm që ndat me ne. Faleminderit ju, faleminderit medias Akrolis TV dhe faleminderit të gjitha bizneseve që bashkëpunojnë me shkollën profesionale Kolin Gjoka. Sigurisht një falënderim e kam edhe për mësuesit e shkollës, janë të mrekullueshëm dhe me zemër ju uroj shumë suksese të gjithë nxënësve të shkollës së mesme profesionale Kolin Gjoka. Në pjesën e dytë të këtij podcasti kam kënaqësinë të bisedoj me disa nxënës që zhvillojnë praktikën profesionale dual pranë bizneseve lokale. Mirë se erdhët vajza. Kënaqësi që jeni sot me mua në studio. Gjithashtu. Pa humbur kohë, le të vazhdojmë me pyetjet. Prezantoni veten dhe drejtimin ku studioni dhe ku po zhvilloni praktikën. Përshëndetje, unë jam Brigilda Bushaj, nxënëse e Kolin Gjokës, drejtimi multimedia dual dhe praktikat e bajta Akrolis TV. Përshëndetje, unë jam Pamela Leci, nxënëse e shkollës Kolin Gjoka, drejtimi multimedia dual dhe praktikat i zhvilloj tek Infinity. Unë jam Aleksandra Marko, studioj në shkollën profesionale Kolin Gjoka në drejtimin e hotelit turizmit dhe praktikat i zhvilloj tek Mrizi i Zanave. Unë jam Adriana Nikolli, studioj në shkollën profesionale Kolin Gjoka, praktikat i zhvilloj në biznesin Mrizi i Zanave. Si ju duke një ditë e zakonshme në praktikë në kompani? Në orën 8 shkoj tek praktikat, vesh uniformën dhe vazhdoj përgatitjen e mëngjesit që shërbet për hotelin, po ashtu për klientat që mund të vinë nga jashtë. Me vonë në orën 10:30 vazhdojmë përgatitjet për pjesën e drekës. Dita ime vazhdon në orën 10, ku bëjmë përgatitjet, shtrojmë tavolinat, shikojmë se rezervimi kemi, bëjmë përgatitjet e grupeve të mëdha dhe vazhdojmë punën. Një ditë e zakonshme nis në orën 8, ku unë nifem me planin e punës dhe rregulloj mjetët dhe jam gati për punë. Një ditë e zakonshme nis në orën 8, takoj me mentorin tim Bojken, pastaj shohim planin e punës dhe fillojmë nga puna. Çfarë ka pëlqyer më shumë në përvojën e deri tanishme? Mrizi i Zanave merr pjesë zakonisht në çdo lloj panajiri që mund të krijohet, po ashtu kam marrë shumë komplimente pozitive nga klientë të ndryshëm për gatimet që kam gatuar dhe kjo është një gjë shumë e vlefshme për mua. Kurse mua më pëlqen fryma pozitive që kemi ne si staf me njëri tjetrin, gjithashtu dhe kontaktin me klientat, sidomos kur bëjmë guida, se kemi një afrimitet më të afrueshëm me klientat dhe dalin kënaqur, na bëjnë komplimenta dhe shprehin gjithë pëlqishmëritë e tyre. Diçka që mua më pëlqen për punën time është që unë njoh gazetarë të ndryshëm, njoh njerëz të ndryshëm dhe nuk kam një orar të caktuar pune ose një lajm të caktuar. Gjëja që më pëlqen më shumë mua është sepse mentori im është shumë bashkëpunues, shumë i sjellshëm. Gjithashtu edhe stafi na kanë ofruar shumë dhe çdo ditë mësojmë një gjë të re prej tyre. A ka qenë vështirë përshtatja me ambientin e punës? Atëherë, në fillime, gjithmonë që ka qenë pak e vështirë për të ambientuar me ambientin, sepse ambienti i ri, por edhe punonësit, stafi na ka treguar shumë mirëkëpritje, na ka ndihmuar, kështu që mas pak kohësh kemi filluar dhe jemi ambientuar. Diçka që ka qenë për mua në fillim e vështirë ka qenë pjesa e ritmit të shërbimit, se vishin shumë fluks, shumë njerëz, edhe nuk disha me e kap, kurse duke bashkëpunu dhe ditë për ditë, domethënë kam hezur në atë ritëm dhe jam më e sigurt.
Në fillim ishte i fije vështirë, duke qenë se ne nuk dim të përdorim disa mjete, por duke qenë se unë isha dhe me nxënës të klasës time, ndihmuam njëri tjetrin dhe mentori gjithashtu na ndihmonte në zgjidhjen e lajmeve dhe në rregullimin e mjeteve. Për mua ishte pak e vështirë në fillim sepse kishte procese të reja pune që unë si kisha parë ndonjëherë, por mentori na ka ndihmuar shumë, edhe stafi gjithashtu na kanë trajtuar shumë mirë dhe i kemi mësuar shumë shpejt gjërat. A mendoni se kjo praktikë po e ndihmon në zgjedhjen e profesionit për të ardhmen? Po patjetër mendoj se praktika na ka ndihmuar shumë sepse kemi shikuar domethënë punën dhe profesionin më nga afër, kemi praktikuar çdo ditë dhe na ka përforcuar dëshirën për ta vazhduar më tej atë lloj profesioni. Atëherë, unë mendoj se na ndihmon shumë sepse unë që tani e kam zgjedhur se çfarë dua të bëj në të ardhmen. Dua të bëhem një dizajnere dhe besoj që praktika na ka ndihmuar tepër. Unë mendoj që na ndihmon shumë sepse më ka bërë të kuptoj vërtet se unë kam pasion kuzhinën dhe po ashtu biznesi na ka dhënë një shtysë shumë të madhe për këtë gjë. Unë mendoj që praktika tek Acrolis TV do më ndihmojë për të ardhmen. Si është bashkëpunimi me mentorët dhe stafin e biznesit? Bashkëpunimi me mentorët dhe stafët e biznesit është e mirë sepse mentorët na ndihmojnë në çdo gjë që ne kemi nevojë dhe kolegët e mi janë nxënësit e klasës me të cilën unë shkoj shumë mirë. Pika jonë më e fortë mendoj që është bashkëpunimi që kemi me njëri tjetrin, po ashtu komunikimi, kjo mund të jetë edhe nga që jemi në të njëjtën moshë. Bashkëpunimi është shumë i mirë sepse mentori ynë Bojkën është shumë i qetë, shumë profesional dhe shumë bashkëpunues. Ai është i gatshëm gjithmonë për të na ndihmuar për gjëra të reja ose për gjëra që i kemi harruar. Ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë sepse kemi komunikim me njëri tjetrin sa herë që ndodh një problem me klientin ose një përballje që nuk është agresive, gjithmonë e konsultojmë menaxherin dhe ajo ka një durim dhe na tregon se si të veprojmë në ato momente. A ka ndonjë moment interesant ose sfidues që doni ta ndani? Po ka momente interesante, disa nga momentet janë kur ti rri në gatishmërinë e klientit dhe del shumë i kënaqur, të buzëqesh, bën dhe shaka me të, gjithashtu të marrin dhe emrin dhe të bëjnë review të personalizuara në Google. Është diçka shumë e mirë. Një moment sfidues për mua ishte kur mentori im më dha të krijoja një logo vet dhe ta stampoja. Gjë që për mua ishte gjë e re, por mendimin e tij e mbarova me sukses. Moment sfidues mund të jetë kur është koha e fluksit, edhe ne kemi pak këtë stresin, por me bashkëpunim e kalojmë. Një moment interesant është kur gjizori më mësoi se si përdoja kamerën, në të cilën unë mendova që do ishte shumë e vështirë, por tani unë atë e përdori shumë mirë. Çfarë këshille do t'i jepni nxënësve që të nisin praktikat vitin tjetër? Një këshill që do ja jap nxënësve është që të shfrytëzojnë në maksimum ditët e praktikave sepse nuk kthehen më kurrë kohët mbrapsht dhe që duhet të jenë korrekt sepse duhet shumë për të ardhmen. Një gjë që do ju thoja është që ti marrin praktikat sa me seriozitet, se kanë shumë gjëra për të mësuar në pjesën e praktikave. Do ja thoja që të jenë më të tërheqshëm dhe të vlerësojnë praktikat, sepse aty është baza e çdo lloji arsimi ose profesioni që keni zgjedhur. Ata duhet të jenë shumë bashkëpunues dhe të pyesin mentorin për çdo gjë që ata nuk e kuptojnë dhe nuk e dinë, pa pasur pjesën që t'i vije keq ose të kenë turp. Ju falenderoj për përvojat e sinqerta dhe inspiruese. Faleminderit ju për ftesën. Në këtë pjesë të tretë do të shohim një intervistë të përgatitur më herët me një nga përfaqësuesit e biznesit partnere, të cilët kanë pritur nxënësit tanë në praktika profesionale. Ai ndan përvojën e tij dhe opinionin për bashkëpunimin me shkollën. Le ta ndjekim intervistën. Si lindi bashkëpunimi juaj me shkollën Kolin Gjoka? Në fakt, duke po që nxënësit e Kolin Gjokës janë të rregullt, mendova dhe fola me profesorët që të kisha mundësinë që t'i kisha dhe unë. Edhe pastaj filloj morëm disa nxënës derisa domethënë ram dakord që biles kanë punuar dhe sezonin e verës. Si e vlerësoni përgatitjen e nxënësve praktikant? Po nga një ishit e 10-a mendoj të 8-9 është mirë. Ka dhe më mirë, një nxënës që kam pas të vit ka qenë shumë i mirë, në fakt, vitin që kaloj. Akoma vazhdon të punoj të unë disa orë mas ditesh, jashtë mas mësimit, pra punon me pagesë normalisht.
Edhe kemi edhe nxënësin tjetër që është i pjesës i praktikës më i shkollës që mirë është, po e merr veten normalisht në praktik, flas gjithmonë, se në teori janë të mirë, po në praktik që na intereson ne më shumë. Cilat aftësi tek nxënësit ju kanë impresionuar më shumë? Po janë do të thënë, kanë aftësi mu përqendru, dhe unë du që krejt nxënësit përqendrohen edhe ta kuptojnë teknikën e punës, sepse puna që bëjmë ne ka teknike, nëse s'ke teknik nuk ecë përpara, domethënë, edhe vëmendja fiton teknikën duke pas vëmendjen e duhur. Çfarë prisni nga një nxënës në praktik? Thjesht me ngju, me keni qetë edhe besoj që edhe me respektu normalisht oraret edhe kohën kur vjen, besoj që deri tani paktën tek unë respektojnë maksimalisht. Edhe me kenë gatshëm kur ne kena evente që të vinë, ne normalisht ne i paguajmë edhe kur kemi evente, po vetëm mjafton që ato të jenë gati që të vinë edhe sepse mund të marrin një mësim shumë të rëndësishëm në pjesën kur ne bëjmë evente, se është shumë e rëndësishme kjo gjë. Një shembull pozitiv ose moment i veçantë me një nxënës praktikant. Shembull, po të them gjithë sezonin veror, 2-3 muaj me këto nxënës që kam pas kanë qenë shembull për mendimin tim, sepse kanë punu edhe orë zgjatme vetëm për me dal puna mirë në fund ditës. Janë të aftë, janë të shkaftë. Kam një nxënës që kam shumë simpati për ta, është edhe i ngjushëm edhe i qetë, domethënë më pëlqen nga gjitha, ka durim. Se kuzhina don durim, don dashni, turizmi don qetësi pa pamë edhe duhet kesh durimin mbi gjitha. Si ju ka ndihmuar programi dual në aktivitetet tuaja? Ka dhënë mbështetjen e tij maksimalisht. Na ka ndihmuar shumë, sidomos në fillimin e sezonit shumë na ka ndihmuar. Edhe gjatë vitit shkollor normalisht dimrit. A doni të vazhdoni bashkëpunimin akoma? Po, normal që unë akoma bashkëpunoj me ta në fakt në restorantin tonë. Mesazhi juaj për prindërit edhe nxënësit. Për prindërit, nxënësit pak a shumë janë hapi që hecin prindërit. Mendoj që prindërit asnjëherë mos t'i nisin te shkolla me marru shkollën, por t'ju shpjegojnë realitetin, pra domethënë shkolla dhe praktika janë shkollë edhe praktika. Po në praktikë duhet punosh edhe fizikisht. Të mësosh gjanat nga 0 deri te 10. Domethënë duhet hecesh me hapat e avasht që të hecesh mirë. Edhe prindërit kanë një qelës shumë të rëndësishëm këtu për m'ia hap derën. Nëse prindi vetëm e çon te shkolla të bëj çfarë të bëj, ai normalisht edhe te praktikat një të njëjtën do ketë. Nuk do e marrë seriozisht, domethënë, vetëm thjesht me qetësi, me të mira, se prindit e mirë janë ato që merren me qetësi me fëmijën e vet. Këtë kam. Shumë faleminderit. Faleminderit bizneseve partnere për hapjen, mbështetjen dhe vlerësimin e nxënësve tanë. Atëherë, dal gadal, kemi mbërritur në fund. Faleminderit të gjithëve që na ndoqën në këtë episod të posaçëm të javës së praktikave profesionale. Faleminderit drejtorit të shkollës, nxënësve, bizneseve partnere dhe veçanërisht Acrolis TV për mbështetjen profesionale dhe për mundësitë për të realizuar këtë podcast në studiet e tyre. Gjithashtu, një falënderim të veçantë për profesorit Mirin që na suportoi në këtë podcast. Unë jam Kledia Kuqa, ju falenderoj për kohën dhe ju uroj suksese në rrugtimin profesional. Mirupafshim dhe shihemi në episodet e tjera.